Filozofia jon është dhe do t'jetë: ejani t'i bëjmë gjërat bashk dhe tani. Nesër është vonë. Me këtë moto vjen të na flas intelektuali i shoqërisë civile, zoti Sazan Guri. Është herë e parë që ndodhem midis 3.000 spartanëve që mbrojtën Thermopile. Po ju nuk jeni as 300 spartanë, as 3.000 që ndodheni sot tu. Sepse keni 30.000 veta që ju ndjekin pas, keni 300.000 që ju dëgjojnë dhe 3 milion që do t'ju pasojnë. Të nderuara e të respektuara, zonja e zonjusha të qytetit tonë të përbashkët Tiranë, të respektuar bashkëqytetar të qytetit tonë Tiranë, të respektuar e të vlerësuar politikan, antar, militant, simpatizant, frymdhënës të kësaj lëvizje. Unë jam në mes tuaj, por mos më merrni për të huaj. Vi në emër të një lëvizje të iniciuar disa muaj më parë nga disa misionar të dërguar nga Zoti për shoqërinë civile, si Turxhej, Nora Malaj, Andrea Stefani, Fatos Lubonja, Lavdosh Ferunaj, dhe të respektuar të klasës pedagogjike, Shezai Rokaj, dhe të më fali që si përmend të gjithë për shkak të kohës, të cilët iniciuan iden, çfarë? Konceptin e mirë urban, se si Tiranën mund ta bëjmë ndryshe. Çfarë? Se si të ruajmë hapësirat publike që njëherë janë ruajtja e shëndetit tuaj. Vi në emër të një këndvështrimi civil, jo për të bërë show me pioner të radhas që të mendojmë gri, por të mendojmë jeshil, think green, fjalë të huaja, kur gjua shqipe është baza e fjalëve europiane. Po vine emër të kësaj lëvizje për të vepruar jeshil, për të konceptuar në mënyrë të gjelbërt, për të hartuar plane në mënyrë të gjelbërt, që mos të kemi një Tiranë si një fshat urban, apo si një qytet i rrethuar nga fshatra urban, që të mos kemi një Tiranë ku qytetari banon i kurthuar dhe kurse si nuk jeton, që të mos kemi një Tiranë që t'i ngjasi një burgu të madh, ku qytetari jetonte në një vilë mbasi u rrethua nga 13 katësha, shkoi në katin e 13 dhe për një vit i erdhi 13 katëshe tjetër me 3 metro largësi, për të mos jetuar në një Tiranë kur çdo kush ka ne me një telekomand mund të mbylli televizorin tjetrit për shkak të 3 metrove largësisë distancë pallateve, për të mos jetuar në një Tiranë ku 12 metra katror hapësire gjelbër e viteve 90, sot është 0.5 metër katror për banor, ku standardi është 30, 35, 20 metër katror për banor. Më thoni qytetar të respektuar Tiranës, a ka guxuar ndonjë mbret, ndonjë president, ndonjë kryebashkiak, ndonjë kryeministër të ndërhyjë në hapësirat publike, ajo që një herësh shëndeti juaj në vendet e tjera europiane, kur
vetëm në 2002 dhe në 2008, lagja më e re në botë, Komuna e Parisit, është ndërtuar me ligjet më të vjetra të botës. Për të mos patur një Tiranë ku gjenazet dalin brinjas, ku nuk hyn dot as shkallët e zjarfiksit, pa lë zjarfiksit. Për mos patur një Tiranë ku ajri, ku të gjithë kujtojmë se thithim ajër të pastër, ku ajri nuk është se ka pak plur, po do të thoshim pluri ka pak ajër. Për mos pasur një Tiranë ku lulishtet mbajnë mend, ose rrinë në memorjet tona. U prish lana për një ditë. Dhe nga kush u prish? Gjonjeri nga një e di shumë mirë nga kush u prish lana. Hajde prish ti sot 12 kaçet, që duhet ishin minimale 28 metro larg njëras tjetrës, ku po të arosh dritaren pa dashje të tualetit hapur, Gjonjeri nga ne mund të ofroj spektakël falas. Por mos patur një Tiranë ku jetë gjatësia zyrtarisht është ullur 2.5 vjetë, nësa në studimet tona është ullur 5 vjetë, ku në vitet 90 jetë gjatësia vajdi 72-75 vjetë si një vend i krahasueshëm evropian. Prandaj, a duhet të rim, a duhet të flem, a duhet të dremisim? Jo ti bjesh tavolinës me grushta, por e zik një krye bashkjaku apo një krye qeveritari apo kushdo qoftë, ti bje me këpuc si kundër Bushit. Por mos të patur një Tiranë ku qytetarët e saj duhet kishin një hapësirë për të jetuar 400% të kësaj që kanë sot. Kjo është Tirana e uzurpuar nga betonet, e sklavruar nga betonizimet, e gangrenizuar nga forca e pushtetit, e paras, e mafjes betonit. Prandaj, mendoni jo thjesht për Tiranën, mendoni jo thjesht për shëndetin tuaj, por mendoni për shëndetin e fëmijëve që të gjitha kemi borxh. Mjedisi nuk është as pemë e gjelbër, as trumcak i trembur, as në një ari i e gërsuar, por mjedisi është vetë jeta jonë, është vetë shëndeti jonë. Përfitoj nga rast dhe vi për të dhënë frymë ka ju, por më tepër vi për të marrë frymë nga ju, sepse së bashku mund të bëhemi misionar të Zotit për të quar një vepër të mirë urbane, një vepër që lidhet me shëndetin tuaj, një vepër që të mund na integroj me Europën e Bashkuar, se ndryshe jo se do ngelemi mbrapa, po do ngelemi anash, është e tmerrshme të ngelesh anash, më mirë i fundi dhe në rjesht, se sa anash dhe i papërfillur. Ju faleminderit. Kur kemi bërë takimin e parë këtu, na kujtohet gjithëve që mezi kemi mbushur këtë sallë. Sot, kjo sallë është e ngopur dhe shumë antarë tanët janë jashtë. Të na falin dhe do të premtojmë që do të shumëfishohemi dhe kjo është rruga jonë drejt rritjes së pandalshme.